sot, kemi ministra që nuk kanë imunitet, nuk kanë mandat deputeti, dhe s'paku mund të shkoj dhe një nga ministrat më të korruptuar që e përmende më përpara, që ka abuzuar me fondet, s'ka patur kur mandat. S'ka patur kur imunitet. Ka që kishte tek show, pra, s'është nevojshme, po e kuptova unë deklaratën tuaj. Ishte i qartë. Jori, nuk është... Këta që janë gati, janë këta me imunitet, unë pranë të thash. Këta janë gati. Këta që janë gati, janë me imunitet. Ka pas gati. Unë jam mërzitur, ka pas gati pa imunitet. Ka pas gati, nuk po në ndodhë gjë. Karabuqo ka pas gati pa imunitet. Po pse po i vonon s'paku arrestimet Karabuqo? Falenderit. Tani pse po i vonon s'paku? Nuk është si pengon imuniteti. Sepse sa më shumë, shiko, sa më shumë t'i lësh këta, që janë aktualisht në parlament, që janë me dosje të rënda penale, pa marrë një mas, ajo mas nuk mund të jetë autorizimi. Jo, edhe në gjyqet lirë. Vazhdo ti. Se e kam diskutuar dhe këtë. Gjyqet lirë të vazhdojë deri në gjykim, siç është bërë për raste të tjera. Por fillohet, merret pandehur. Filloi jetimi. Merret pandehur, merret se pengon. Imuniteti nuk e pengon. Ose në rastin më flak, komunikoja akuzët. Po nuk e pengon. Pse? Sepse ai forcohet dhe kalcifikohet. Di çfarë thotë tjerëve ai apo jo? Përdor emrat e këtyre. Po edhe thotë, i kam miqun këta. Jo, kështu. Marrja abuzohet se s'ka filmimi i jetimit dhe marrja pandehur nuk e pengon imuniteti, pra këtë thashun. Po mirë, dakord. Po ta bëjnë këtë. Se kam 8 muaj s'po e bëjnë. Dy fjali për ta bërë. Një pyetje mungoj sot, me sa ndoqja unë, Komisionin e Ligjeve për të arritur ose jo këtë konkluzion që po ndajmë personalisht Dumanin nga prokurorët e tjerë. Sa udhëzimet posaçme ka lëshuar? Kjo është diferenca e vetme ligjore që e ndan Dumanin nga prokurorët e tjerë. Gjitha tjerët janë biseda në zyrë. Dumanit të vetëm kompetencë e njeh ligji është që kur prokurorët e çështjes mund të kenë një mendim që me cilin ai nuk është dakord, mund të lëshojë një udhëzim të për mënyrën e vazhdimit të dosjes, që nuk është udhëzim detyrues. E ka shprehur ai në takime informale me gazetarët që ka qenë edhe. Duhet zyrtare. Duhet zyrtare, po. Ajo mund të ndante duan që sa se jo e ka deklaruar në këto takimet informale që dalin pastaj jashtë, çfarë është diskutuar që s'ka qenë dakord me hetimet e ndonjë prokurori. A ka pas diferenca? As ka pas dhe sa ka qenë kjo diferencë? A ka qenë cilësore? A ka qenë megjithatë kemi kohë edhe pak derisa mandati Dumanit të mbarojë dhe të zgjidhet kryeprokurori i ri, që duhet jetë 19 dhjetori Karamuqo, mos gaboj, atëherë mbaron 18 dhjetor, pra një ditë para se ti mbaroj, 19 dhjetor më duket i mbaron mandati. Dhe unë besoj se sot u ndalëm tek bilanci i punës për vitin 2024 që bëri Dumani, po kam përshtypjen që derisa të vi dita e mbarimit mandatit do ndalemi të bëjmë një bilanc do bëjmë prapë janë 2 muaj. Jo, janë 2 muaj, po do bëjmë një bilanc serioz në për punën dhe për trashëgimin që po lë pas Altin Dumani. Pa ndroje, pa komplekse. Ta sigurisht kanë bërë ato rregullore që 2 muaj do merren mediat. Se s'ka gjë tjetër për të bërë, përveç se debate mediatike, kupton? Asgjë tjetër, s'ka ndonjë arrestim Karamuqo. Sa kohë që kanë antarëve të KLP-s të mendojnë për kadër. Po sa kohë ka që ka filluar gara për BKH-n? Pse nuk ka mbaruar? Ajo është një kalend edhe për këtë Dumani. Mirë, do shohim. Këtu tregon që s'ka garë. Do jetë kandidati pasues i Dumanit. Karamuqo, shumë faleminderit, zoti Banjaku të falenderoj, Prençi, shumë faleminderit, Kikia të falenderoj dhe ty, bashkë takohemi nesër në orën 20:30. Natën e mirë.